mbreti i dhuruan një kal. Hipi mi kal dhe me krenari dhe qëtësi thot vezirit të tij, që çfarë kali më kanë dhuruar, sa fisnik. Veziri shikon thot, i është kali thot, po ka një problem thot. Si guxon ti thot ai të më flasësh mua me këtë gjuhë? S'po them gjë thot, pyet të Zotin thot njerë. Dhe tek i Zoti që adhuroi dhe thot, çfarë problemi ka i kal? Po ja thot i Zoti i friksuar se mos ndeshkoj. Kur lindi kali ngordhi e jemata dhe ka rritur lopata. Dhe tek veziri thot, si e kuptove? Po ja thot veziri, sepse kur i vend te miza tha, kalin të vërtet lëviz vetëm pak lëkurën, kurse ai e godiste me visht mizën, si lop. I kënaqur, i habitur, i thot vezirit, për këtë që gjete thot, po të shtoj një pjatë me gjellë. Pas një periudhe, i vjen një fazan, dhe i thot prap, po tani çfarë kusuri ka ky zot, do nxjesh edhe për këtë një kusur, vezirit. I thot veziri, pyet të Zotin çfarë kusuri ka. Ka një kusur, thot, po pyet të Zotin. Pa u nxituar këtër, vetë pyet të Zotin. Çfarë ka ai fazan? I thot ai, sepse vezën e fazanit ja kemi çuar pulës rosës, thot, dhe ka rritur rosa këtë, thot. Vedi tek veziri, thot, si e kuptove? I thot veziri, po ja tha, se kur ecte tha, ai duhet të shkrihej, tha, si një rreze, tha, dielli, tha, por ai lëvizte bishin si rosa. Dhe mbreti përsëri dhe një, si shpërblim një pjatë me gjallë. Në një pak thot, po unë kam në një kusur? E i thot ai, pyet nanën, thot. Një moment u atësarua, gati t'i jep të urdhën për t'i prerë kokën, pastaj vajti, pyeti tjemën. Mama, thot, nëna ime thot, çfarë kusuri kam mo, thot. Morbish, thot, kur ka diçka, thot, por kur ke lindur ti, babai, thot, ka qenë larg, thot, me luftra ta, dhe në kështjell ishte një guzhinjer i mirë, thot, që me atërash me dashuri. Dhe pas sa iku. Dhe veti thot, prap këti, mbreti, si kuptove, thot. I thot, sepse po t'ishem djali mbretit, thot, si shpërblim mua do më jep të Floririn, thot, po ti më jep pjatën me gjallë, thot. Prandaj, një njeri, mënyrën se si vepron, dije se është ajo çfarë ai është mësuar. Shumica e informacioneve vijnë me kenesën. Dikur shqiptarët kanë thënë, molla bie në hijen e mollës. Sado sot, se sot ka shumë të pasur njëkohësisht. Megjithëse është i pasur, veprojnë si fukarinj, sepse ka frikë se mos u mbarojnë parat. Dhe luftojnë në mënyrën më të pamëshirshme
që parat mos t'u marrin duke u hyrë një popullit të tërë në hak, duke mos lejuar as shpresën që ai mund të lartësohet, sepse në thelb ka fukarallëkun, ka frikë se mos vete nga ka ardhur. Prandaj shikoni pak ambientin, ashtu si veprojnë, di se është zëna figurat e njeriut. Po vjetë e ka në gjak, po është, po ndihmon, vjen nga nivel fisnik. Prandaj vëzhgoni dhe do kuptoni më tepër ambientin. Faleminderit që më ndoqët.